Pas 4 vitesh nga ikja fizike Sherif Delvin, zbotimet Alsar nxjerrin nga shtypi kolanën me 12 vëllime të veprave të tij. 2 vëllimet e para janë përmbledhje e shkrimeve ndër vite në gazeta e revista, ndërsa vëllimet e tjera përmbajnë prodhime anastatike në shqip dhe anglisht. Nipi i tij, i rritur prej tij, nuk i fsheh emocionet për dajën që nuk krijoi familje, por ju dedikua 2 jetimëve të lënë nga motra e tij. Pavarësisht se daj vdiq 4 vjet më parë dhe gjithë informacioni ishte atje, Zoti Gura siguroi që ne duhet të mos bënim diçka të shpejt dhe të botonim librat me një herë, por të siguroheshim që të gjitha informacionet, të gjitha shkrimet e tij në gazeta në bashkëpunim me zonjën Etleva Domi, bashkëpunim me zotin Luan Maltezi, që siç thotë fjala mos lënim asnjë gur pa kthyer, që çdo gjë që ishte brenda mundësive tona, si në bibliotekë, si në arkiv, si në bibliotekën familjare, çdo gjë të pasqyrohej në mënyrë sa më të saktë, edhe të bëjë një punë cilësore dhe jo një punë që të bëjë shpejt dhe lirë, po një punë që do t'i rezistoj kaos. Shumë faleminderit Zoti Gura dhe fondacionit. Ndonse nuk krijoi familjen e tij, Sherif Delvina ishte dhe mbetet një mësues i jashtëzakonshëm. Përveç talentit dhe kulturës së gjerë të tij, vuri në shërbim të procesit të mësim-edukimit të nxënësve, dashurinë dhe respektin e tij për nxënësit. Kur nuk i ofendoi, kur nuk i shau dhe kur nuk dënoi ndonjë nxënës të cilësuar si problem. Për historianë e studiuesi Pëllum Xhufi, dimensioni i këtij publicisti, historiani, mësuesi, shkrimtari e producenti, ishte kontributi që dha për të gjitha trojet shqiptare përtej kufive. Të studiuesve, të profesorëve, pse jo, edhe të politikanëve, të cilët jam i bindur po të kishin lexuar dhe po të kishin asimiluar idetë që Sherif Delvina ka shprehur në librat dhe artikujt e tij të panumërt, sigurisht edhe politika jon nuk do ishte me aq zigzake sa ka qenë e vazhdon të jetë. Ndryshimi i sistemeve në vitin 1990 evidentoi një zbratësi të ndjeshme të historiografisë shqiptare lidhur me historinë e territoreve të mbetura jashtë kufive të shtetit shqiptar. Kështu ngjalli interes të madh një emision me disa puntata mbi Epirin i realizuar nga Radio Televizioni Shqiptar në vitin 1994 mbi thelbin e çështjes kombëtare, që sipas përcaktimit të Ismail Qemalit ishte bashkimi i Kosovës e i Çamërisë me Ademën Am. Sherif Delvina njihet për koleksionin e hartave, pasurinë e topomisë mbledhur në kërkimet e tij, dokumenteve që flasin për shqiptarinë përtej skenareve që sipas tij u shkruan nga historiografia greke dhe ajo serbe.